Të radhë është bashkëpunimi me Institutin Republikan Amerikan për krijimin e një platforme për herë të parë që është bërë Digital MPD, ku do të bëhet edhe matja e performancës së të gjithë drejtuesve, edhe deputetëve dhe të anëtarëve të kryesisë dhe nënkryetarëve, edhe targetet dhe objektivat mujore dhe daljet publike dhe të gjitha për të digitalizuar të gjithë veprimtarinë politike, por mbi të gjitha dhe kontributet në Partinë Demokratike. Mos ketë njerëz që vinë me pretendime të jashtëzakonshme, por mos ketë njerëz që tua haku për betejat dhe për kontributin që bëjnë. Një koordinim i mirë. Një koordinim shumë i mirë. Pra dhe PD-ja të ecim me hapin e kohës. Të ecim me hapin e kohës. Ne jemi në një epokë digjitale, jemi në epokën e AI-t. Jemi në epokën e inteligjencës artificiale që ka thjeshtuar shumë gjëra, mund të ketë komplikuar dhe shumë gjëra tjera, mund të ketë hequr mendimin personal të shumë njerëzve të tjerë, por nga ana tjetër ne po i përgjigjemi zhvillimeve të kohës. Dhe kjo ka ndodhur çim. Do ta garantoj. Ta garantoj që nga shtatori e tutje do të çosh një PD tjetër në mesazh, në verb, në komunikim, në aktivitet, në terrene të tjera, se mos harro një dobësia jona e madhe dhe po ta them këtu, nuk mbajmë përgjegjësi dy kolegë të dashur në studio. Këtu hy unë dhe pjesa tjetër që kemi shumë vite, është kontakti me votuesit, kontakti me demokratët, kontakti me terrenin. Do duhet gjithë të jenë, deputetët janë këtu të zgjedhur nga votuesit. Duhet të jenë gjithkohon çdo javë në terren, anëtarët e kryesisë, gjithë duhet të jenë në terren, për të pasur mundësinë që ato kërkesat që janë në shesh, që janë kërkesat shoqërisë shqiptare, edhe një pjesë e drejtuesve të Partisë Demokratike, patjetër nuk duhet të mësoj nga televizori, duhet të mësoj nga kontakti i përtitshëm me qytetarët. Pra, jam i bindur që me mbylljen e këtij kapitulli të ri për të rritjes, do të kesh një PD krejt tjetër në performancë. Në performancë, në organizim, në mesazh, në gjithçka. Në mënyrën se vetëm a ka meta, patjetër me që ka meta PD-ja apo? Po mund të jetë që janë pritshmërit janë tek PD-ja sepse tregon që shpresa është tek PD-ja. Sa herë jemi të mbledhur në PD këtu, do të shkojmë se pritshmërit janë tek PD-ja. Njerëzit janë lodhur me Ramën do jeni forca e dytë. Po pra. Domethënë jeni të dënuar për çem pritshmërit këtu, po kjo jo fali. Mbledheni akoma i vetëm mjet për të rrezuar Ramën, nuk ka mjet tjetër. Disiplinim për të vazhduar këtë që tha Belindi. Ky disiplinim është i nevojshëm pse? Dhe ky koordinim që deri tani ka çaluar. Marrim rastin e fillimit të protestës. Nikola do të na presë edhe një herë. Pse keni pas, tani po ju justifikoj, po jo se dua të justifikoj, po të jap një shembull. Pse keni pas një sekondë? Pse keni pas të domethënë po të ndërhyj sepse besoj se bashkë me Antonin edhe e njohim shumë mirë këtë realitet se Tirana është shumë e vogël, i njohim edhe këto kokra, dhe sa e vështirë është disiplinimi. Në vitin 2022, vitin 2022, protesta e Sali Berisë e 7 korrikut është absolutisht protesta më e madhe e bërë ndonjëherë. Ka dalë Tirana gjithë. Por çfarë ndodhi? U hapa shumë ajo protestë, ju dha fjala kujdo. Dhe pas protestës, ne si kolegë kemi bërë një analizë. Ore, kjo hapje është e mirë apo është e keqe? Sepse vërtet sheshu më shumë se kur. Por gjysma atyre që folën, absolutisht, kishin nevojë për psikiatër. Disa i sot kanë kap mikrofonin në dorë këtu. Dhe sapo atyre kërkohet të disiplinohen, në kuptimin e saj, të formatohen, ata realisht nuk janë normal. Ata pastaj të shfaqen grupra miqësore. Prandaj disiplinimi i opozitës me këtë brum që ka pas, se në këtë regjim dy shtresa i ofroheshin opozitës. Ose ata që janë misionarë dhe shumë dinjitoz, ose ata që nuk janë mirë nga fuqia, delirantët. Hajde dalloj pastaj se cila pjesë mund njëra. Dhe me këto dy shtresa bashk, disiplinimi ka qenë shumë i vështirë. Shkoni, ne kemi kaluar fazën e emergjencës. PD-ja ishte në prag të humnerës, ishte u tentua zgjesimi një force politike me synimin e zgjesimit të pluralizmit politik. Besoj për këtë bëjmë dakord të gjithë. Tani PD-ja ka kaluar këtë fazë. Dhe disiplinimi është shumë i nevojshëm dhe ky koordinimi i gjithë elementeve. Pse? Çfarë ndodhi në fillim të protestës? Zoti Berisha në një nga daljet e tij të para, në mos gaboj protesta ka nisë të dielën, zoti Berisha kishte mbledhje grupi parlamentar, kemi qenë së bashku me Belindin aty, ka thënë tekstualisht, ne mbështesim çdo njeri që del dhe proteston kundër kësaj qeverie dhe të drejtën e çdo njeriu, çdo shqiptari që del për të protestuar. Ka thënë gjithashtu, ne mbështesim çdo investitor të huaj në parim që vjen dhe investon në Shqipëri. Titujt në të gjitha mediat që ishin qatë ditë dhe të nesërmen ishin PD-ja mbështet Kushnerin në Zvërnec. PD-ja kundër protestës. Tërësisht e kundërta e asaj që ai kishte thënë dhe unë kisha dëgjuar vetë isha në sallë. Ky mesazhi që dëshoj në mediat. Dua të them diçka tjetër, se mora si shembull. Sot pasi ka thënë 100 herë Berisha, dhe ka thënë që ata thonë dhe Berisha në burg, po ne do shkojmë atje në protestë. Që këto unë nuk di se kush e kalon vetë. Figurë numër 2 në PD që thotë këtë që kush përmendet që thonë Berisha në burg. Thotë shkojmë në protestë, unë do them jo se jam i për të thënë. Disiplinimi duhet
që në kushtet e kësaj propagande jashtëzakonisht ekstreme, të këtij sulmi që vazhdon ende bëhet ndaj opozitës dhe ndaj mesazhit të opozitës, ne duhet jemi më të disiplinuar, më të koordinuar me njëri tjetrin, secili ka detyrën e vet, secili e di se si ta bëjë detyrën e vet dhe si ta transmetojë detyrën e vet, dhe nëse ne funksionojmë si elementet e një ingranazhi të tërë, ne arrim që ta sfidojmë këtë propagandën, që të pengojmë që të përsëriten raste të tilla si ai që unë mora si shembull më përpara, dhe ne ta çojmë mesazhin ton përpara. Sot pakush e di që PD-ja ka një vizion të qartë për këtë vend. Njerëzit thonë do vinë juve, po s'keni program, s'keni ide dhe kjo përsëritet. Dhe po të pyesësh një njeri të zakonshëm në rrugë, thotë PD-ja s'ka program, s'ka ide, s'ka alternativë. PD-ja ka një vizion të qartë, jashtëzakonisht shumë të mirë dhe të zbatueshëm. Jo